Mund të akomodojmë deri 120 veta, 130 veta. Tu kemi parkim për makina edhe për plazh ditor, ofrojmë çadra në Bregdetin këtu. Klientela më e madhe është me njerëz nga veriu Shqipërisë, nga Kosova jonë e dashur, që ne i kemi këtu në zemër. E para faleminderit që na jepni mundësinë me ju tregu edhe atyre tjerëve që nuk e kanë vizituar këtë vendin e mrekullueshëm që kemi ne. Ne këtu kemi vite që mundohemi me rregullu diçka, me kriju pushuesit në një ambient më të mirë, më të kënaqshëm. Këtu kemi dhoma pushimi, mund të akomodojmë deri 120 veta, 130 veta. Tu kemi parkim për makina edhe për plazh ditor, ofrojmë çadra në Bregdetin këtu. Ofrojmë restorantin, të cilin kemi një kuzhinë tradicionale, që i përshtatemi çdo kujt, çdo klienti. Klientela më e madhe është me njerëz nga veriu Shqipërisë, nga Kosova jonë e dashur, që ne i kemi këtu në zemër. Edhe tash me ata nuk i kemi ma klient, njerëzit që vinë këtu, pushuesit. Neve na duken si pjesëtar të familjes, sepse rrim, jetojmë me ta. Këtu ofrojmë edhe camping, ofrojmë pistën, ham mëngjesin, ham drekën, ham darkën. Kemi gjithçka që mund të dëshirojë një pushues. Unë vetëm ju marr në fillim qershor që jemi këtu. Puna që tash fillimi qershorit është edhe përgatitja për sezon. Po du me bo një pyetje kështu prej sezonave tjera. Çka na pret në këtë sezon edhe jeni të përgatitëm? Full për marrë kosovar në mysafir. Të gjithë mirë se të vini. Ne si thash edhe më përpara, ne këto fillojmë nga plazhi ditor që vinë dhe shijojnë gjatë ditës dhe largohen. Pastaj kemi edhe shtëpiat e pushimeve këtu. I kemi me gjitha, ambientet është i mrekullueshëm, të gjitha me pamje nga deti. Atëherë, deshim të tregojmë edhe pjesën e kampingut. Kjo pjesa është e kampingut, të cilët si shihet ka edhe tani pushues, që vinë nga gjithë anët e botës. Shumë e kampingut janë edhe nga njerëz tanë nga Kosova, të cilët shojnë tu, gjejnë veten në një ambient shumë dur dhe kënaqen më shumë, duke qëndruar në makinat që vinë vetë ata. Si lindi nashta idea për gjithë këtë hapësirë, për me bë për camping, për me pas nashta më shumë liri edhe me shiu më shumë detin? Kjo është fare e thjeshtë. Nga kërkesat që klientat kishin, ne arritëm edhe krijuam këtë ambient. Madhështor, po sa është zona nashta edhe me mirëmbajtje. Mendoj gjithmonë nga dëshmëri, gjithmonë të përpikt me turistë që vinë këtu. Ne nuk është që bëjmë ne mund të malë, sepse njerëzit janë shumë dashur, janë shumë përpik dhe të saktë ta që vinë, edhe ne përpiqemi t'ju plotësojmë gjitha kushtet. Nai nervoz kështu, nai turist me mbeturinat, apo kanë kulturë? Këtu është një ambient familjar, të cilët vinë dhe shohin ambientin dhe pastaj siç është veni, akomodohen edhe ata. Faleminderit shumë. Ju rujt Zoti. Dita kaloj, i keni pa do super pamje, e kena shiu bashkë me Leon, super plazhin me super motin, edhe pse fillimisht me mëngjes ju kom thonë që moti s'është i mirë sot në Shëngjin, kanë ndryshuar gjanat, e shihni edhe prej pamjeve pak më herët.